Të nderuar shikues të Ditarit, jemi sot me analistin e njohur Lutfi Biladi, me të cilin do të ndajmë një bisedë me zhvillimet e fundit të Kosovës, duke u ndalur veçanërisht në arrestimin e ish efektivit të njësisë speciale Arpnor Spahiu nga Serbia. Zoti Biladi, fillimisht ju falenderoj shumë që keni pranuar ftesën për të bërë pjesë e Ditarit. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesë. Si e shihni ndalimin e ish policit të Kosovës nga Serbia dhe mbajtjen e tij në qelim me akuzë për vrasje të rëndë në Banjsk? Po, Serbia vazhdon me manieret e tilla dhe nuk është hera parë. Kem edhe në vitet paraprake raste të tilla. Bile mund të them ata në vitin 2024 në prill dikon kanë burgosur edhe një pestar bashkëkombës, do thotë serb, i cili ka qenë dhe është zakonës drejtori i policisë së Kosovës. Me duket se është fjala për Zoran Jovanovicin, dhe pas disa orësh kanë liruar. Pastaj kemi rastin me 3 policë të cilët janë arrestuar në zonën kufitare shtetërore mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe të gjitha këto manire të Serbisë në këtë fokus. Arrestimi i pjesarit një sitit special operativ Arpnor Spahiu, është një rast, do thotë, ky arrestim ka ndodhur me 7 qershor dhe gjykata në Serbi ka dhënë paraburgim për 30 ditë, do thotë një muaj det. Dhe tëra kjo është me qenë se zoti Spahiu qysh në vitin 2022 nga të dhanat zyrtare të policisë së Kosovës është vetë larguar nga detyra dhe nuk ka qenë fare pjesë e rastit Banjska. Mirë po, Serbia ka pas për qëllim që rastet e tilla ti konsideroj dhe ti paraqes se një ndjekje që bëhet gjëja se për rastin në fjalë dhe atë që ndodh në verimin e Kosovës. Dhe mendoj që psikologjikisht tenton të krijoj një panik që nuk mund të krijohet, thënë drejtën. Dhe dyta është marrë një person që në jetën e tij nuk ka të kaluar të dëmshme apo mund të them që lidhet për brenda, sepse Serbia nuk është ajo që gjykon njerëz brenda shtetit të Kosovës, por çdo veprimtari që nëse ka zhvilluar kushdo qoftë. Mirë po, rasti i Spahiut është rast, po them, tipik i shantazhimit dhe i propagandës serbe që ka për qëllim që ta mistifikojë edhe rastin komplet të Banjskës që ka ndodhur në shtator të 2023-s. Dhe në këtë drejtim Serbia dëshiron që në opinionin e vet të brendshëm ta paraqesë si sukses duke i ndjekur ata që kanë zhvilluar veprimtari dhe operacione të drejta dhe legjitime, siç ishte rasti në Banjska për shkatrimin e atyre celulave që kanë pas një komponent, po të them, kriminale dhe terroriste. Mendoni ju se jeta e Arpnor Spahiut është në rrezik në Serbi në këto momente? Mendoj që Serbia nuk do ta bën atë gabim që të rrezikon jetën e një shqiptari të Kosovës të shtetit të Kosovës. Çdo herë që them të shtetit, se Serbia ka problem, nuk ka problem me nocionin Kosovë me shtet. Kur përmend dhe thotë në këtë drejtim, mendoj që nuk do merr dhe nuk e ka, mund të them, do të ishte katastrofale që një njeri i paraburgosur në Serbi ta rrezikojë jetën e tij, por dëshiron që të ketë informacione dhe me shantazhe të ndryshme të merr ndonjë dëshmi dhe informacion derisa ka punuar në policinë e Kosovës, zotri Spahiu, dhe besoj që do të jetë një përmbledhje atyre që informacionet që atyre ju intereson, apo fundi fundit të tentojnë që të krijojnë mjekull dhe të nxjerrin ndonjë informacion që pastaj Serbia do të shfrytëzonte, mund të them, qoftë në dosjet apo mund të them edhe në rast të ndonjë gjykimi që dëshmit e tij të jenë të tilla që mund të kompromitojnë proceset në Kosovë, ose tërë efektivat e policisë së Kosovës në aksionet që ndërmirën në veri, por edhe në gjithë Kosovën. Por mendoj që zoti Spahiu nuk do të bjen në këto gracka,
por për jetën, për rrezikimin e jetës nuk e besoj. Nuk është hera e parë dhe e dyta Serbisë do t'i kushtonte një vdekje e tillë në burgjet e Serbisë, pa marrë parasysh ku ka punu dhe ka punuar një pjesëtar aq më tepër një pjesëtar i policisë së Kosovës apo individ nga Kosova, sepse atëherë Serbia do të merrte edhe goditje, mund të them, nga organizata ndërkombëtare dhe ato që merren me të drejta dhe liritë e njerëzit dhe do të kishte një denoncim që nuk besoj që kjo do ndodhë. Po, qartë. A i vlerësoni të drejtë jo thirrjen e drejtorit të policisë së Kosovës ndaj ish pjesëtarëve të njësisë speciale apo dhe çdo efektivi tjetër lidhur me aksionet në veri për të shmangur kalimin në pikën kufitare me Serbinë? Sipas informacioneve nga kompetentët e policisë së Kosovës, është një udhëzim që i preferon, i sugjeron dhe ju tërheq vërejtjen që pjesëtarët e policisë së Kosovës gjatë pushimit të tyre, aktiviteteve të tyre, apo edhe mund të them janë disa rregulla në policinë e Kosovës për pjesëtarët e tyre për të udhëtuar jashtë. Dhe ekziston një udhëzim sipas informacioneve që është real dhe i saktë që pjesëtarët e policisë së Kosovës mos të udhtojnë tranzit nëpër territorin e Serbisë për në vendet e treta, dhe mendoj që kjo sqaron shumë dhe besoj që edhe ata që kanë punu në policinë e Kosovës dhe mendoj edhe çdo qytetar, sidomos që përfshin instrumentet e sigurisë, policisë, forcave të ushtrisë, FSK-s, por mund të them edhe ish pjesëtarët e ushtrisë shërbimarë të Kosovës nuk kanë nevojë të udhtojnë dhe të kalojnë nëpër territorin e Serbisë. Edhe pse është marshrutë gjatë, pjesa tjetër e rrugës përmes Shqipëri, Malzi, Kroaci, ata që udhtojnë me mjete automobilistike, të shmangin këtë rrugë dhe të kalojnë në segmentin tjetër të këtyre tri shteteve që i përmenda. Por ne e dim që shumë bashkëdhëtar, sidomos në kohën tash të sezonave të pushimeve, që edhe ata me siguri kanë, mund të them, duhet të sugjerohen nga ata, sidomos nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, që t'i shmangun në udhëtimet nëpër Serbi, edhe pse është rrugë më e shkurtë, mirë po, do thotë siguria nuk është 100% nëpër Serbi, nga se edhe personat të cilët nuk janë pjesë të këtyre institucioneve që përmenda më herët, apo ish pjesëtarë të UÇK-s, nuk mund të garantojnë askush që Serbia nesër mos ta bëjë edhe ndonjë arrestim dhe t'i pengojë gjatë rrugës për pojënat e tyre, qoftë për konsum të brendshëm, qoftë për efekte të atilla që ata tentojnë t'i paraqesin si ndjekje për njerëzit që edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës nëpër institucione të sigurisë në Serbi shiqohen me një luftë tjetër. Në gjykimin tuaj, apo tenton Serbia të instrumentalizojë drejtësinë për të krijuar narrativën sikur Kosova po kryen krime ndaj serbëve? Po them drejtën, në aspektin legal ligjor, Serbia përpos në territorin e saj, po që se kryhet ndaj veprimet brenda territorit të shtetit të Kosovës nuk ka legjitimitet, sepse edhe pse nuk kemi njohje të ndërsjellë Kosovë-Serbi, dhe Serbia nuk e njeh Kosovën. Është aspekti, do thotë, që është një procedurë dhe një proces, mund të them më mirë, që kërkon kohë. Nuk është në dorën e Serbisë të gjykojë veprimet brenda Kosovës. Dhe mendoj që kjo është një politikë e cila ndaj Kosovës paraqet, mund të them, një lloj aversioni dhe tendence për të krijuar në opinionin serb që Kosova është pjesë e tyre dhe format të atilla që realisht mendoj që pengojnë edhe vetë Serbinë, sepse realiteti është të ndryshe. Sot kemi një realitet, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, pas vitit 1999, që do thotë është edhe dita shtërimit se të koincidon me Kosovën, e hyrjen e trupave të NATO-s, dhe që është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme në historinë e Kosovës, por edhe gjithë shqiptarëve mendoj. Realitetet kanë ndryshuar dhe mendoj këtë drejtim Serbia duhet të jetë
e vetëdijshme që raportet e tilla apo fqinësia e mirë duhet të realizohet vetëm në respektimin dy palësh në aspektin institucional dhe shtetëror. Dhe format e tilla të gjykimeve dhe të krijimit të improvizimeve të rasteve dhe të gjykatave të tyre me dekt e tyre që i paraqesin si Nishi, Kraleva dhe të gjitha ato që kanë bëjnë me Kosovën, ato ose format e tilla të institucioneve serbe me emrin e Kosovës janë forma që besoj që janë të gjykuara edhe nga faktori ndërkombëtar dhe nuk i shohin mirë në sy sepse faktori ndërkombëtar nuk mund të them drejtë ndonjëherë nuk ka dhe qasje kështu aq këmbgulse dhe të ashpër, sidomos me rastet e tilla ku maltretohen qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse mendoj që aspekti i tillë i lëvizjeve të njerëzve është njëra ndër kaptina që do thotë edhe procesi i Berlinit për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallit dhe të kapitalit e ka si parim. Prandaj Serbia mendoj që duhet të ketë kujdes me këto veprime sepse to nuk i bojnë nder përkundrazi e futin në shtetin i cili me siguri nuk respekton rregullat, nuk dalet njeriu duke shkuar në qoftë edhe te ne, ashtu. Nuk kem nevojë që sot të krijojmë dhe të krijojmë telashe me njerëz dhe me familjarë të cilët do thojnë dhe kanë nevojat e tyre për vizituar apo për të kaluar tranzit, qoftë në Kosovë apo në Serbi. Dhe mendoj që kjo formë e tillë e Serbisë, meqense politikisht Serbia është e ngarkuar, sidomos elita politike dhe shtetërore në Serbi, dhe tenton që të krijoj, mund të them, ato benefitet e brendshme që Serbia nuk jep dorë nga Kosova, që do thotë është një nonsens i llojit vet. Duhet të themi se kemi parë muajt e fundit provokime siç ishte rasti i festës së maturantëve serb në Mitrovic dhe në Zvečan. Sa e rrezikuar është Kosova, më konkretisht veriu, nga një ngjarje konteksti të ngjashëm me Banjskën në kushtet aktuale? Shif 4 komunat veriore, mund të them, e përbëjnë atë pjesën që popullata etnike e pakicës serbe është koncentruar, do thotë në shumicë, dhe në këtë rast mendoj që çdo aktivitet, çdo festë, sidomos festat fetare ortodokse serbe, manifestohen me fryma nacionaliste dhe mund të them disa raste keq përdoren edhe fëmijët edhe nxënësit, siç ishte rasti i fundit i maturantëve. Dhe mendoj që çdo lëvizje që bëhet në veriun e Kosovës, qoftë për festa, qoftë për aktivitete të ndryshme, të lira apo sportive, shfrytëzohet ai momenton që të shpaloset opusi i tyre, i mitit e tyre nacionalizëm mbi Kosovën. Dhe mendoj që ju përmend rastin e Banjskës të shtatorit 2023, i cili kaloi gjurmë, mund të them që paraqet edhe komplet atë që hyn tër opusin e asaj që ka të bëjë me sigurinë dhe rendin në pjesën veriore, sepse aktiviteti, mund të them, i grupeve të tilla, sidomos si Radojqiqi, që ka një fuqi në Serbi dhe ka, mund të them, edhe efektiva, të cilat janë afërtina dhe mundën në të ardhmen të planifikojnë edhe aksionet e tjera, sepse ky rrymë kufitar do thotë Kosova ka zona afër dikon një vijë kufitare për mbi 300 kilometra, 340 kilometra me Republikën e Serbisë. Do thotë këtë vijë kaq këtë hapësirë, do thotë të vijës së gjatë të kufirit mund të keq përdoret jo vetëm për kontrabandë, por edhe për qëllime destruktive dhe edhe efekte terroriste të organizimit të këtyre grupeve që vijnë nga Serbia. Dhe në këtë drejtim mendoj që pjesa veriore është pikë ende nxehtë që ka depërtime të mira, do thotë aspekte pozitive rreth sigurisë dhe lëvizjes krahasuar me periudhat e pahershme. Do thotë sot njerëzisht mund të shkojnë në këtë pjesë, mund të qarkullojnë, mund të kalojnë përmes kësaj pjese për të qarkulluar qoftë nacionalitetin serb, por kuptohet edhe shqiptarët qarkullojnë lirshëm. Dhe mendoj që por fokusi është që momentume të tilla si të festave apo aktiviteteve të tjera shfrytëzohen, nëse ka një aktivitet sportiv ose një lojë siç ishte rasti Shqipëri-Serbi, ata mund ta shprehen jo vetëm gëzimin sportiv,
por edhe aspektin e emocioneve të tyre nacionaliste, të cilat mendoj që dorën në zemër nuk janë të shëndetshme sepse krijojnë prap raporte dhe tensione të cilat nesër mund të kesh përdoren edhe për aktivitete më të rënda. Në ndjenin tuaj, a shndron ende në tryezën e kryeministrit të Kosovës, zoti Albin Kurti, plani për hapjen e urës së Ibrit dhe nëse zoti Kurti arrin ta krijojë qeverinë, mendoj se do të zbatohet ky plan? Po është një simbolik, them drejtën ura e Ibrit, sepse është një shaj e bashkimit të qytetit, bashkimit të njerëzve, edhe kulturave. Është pasuri në një vend kur kemi kultura dhe etni të ndryshme, edhe pse Kosova mund të them është mbi 93-94% popullat shqiptare, por ato 6-7% pakicat të tjera e pasurojnë jetën e Kosovës, mund të them drejtën, po dhe kulturat, sepse Kosova njihet për tolerancë në aspektin sidomos të asaj që ka të bëjë me religionin, dhe është jashtëzakonisht e mirë dhe ne shqiptarët mund të krenohem ndoshta edhe në nivel botëror, që tolerancën e tillë e kemi jashtëzakonisht të zhvilluar dhe nuk është rastësi që përmendim si shembull për të mirë, dhe mendoj që aspektet e tilla, të cilat siç është rasti i urës, sepse shumë njerëz mendojnë që ura pastaj kalohet sepse është atje sheshi në pjesën veriore të qytetit, ku është i simbolik sepse prap qarkullimi i lëvizjet të automjeteve kalon krahun gjatë 10 majt, dhe që sot është, do thotë, në qarkullim, por hyn nga pjesa nga 2 ura tjera, nga lagja e Boshjavë dhe nga Suadolli, dhe po kjo që është qendrore, ura që simbolizon një lloj, mund të them, parafrimi dhe shenjë e cila me të vërtetë është e rëndësishme për të dy palët, dhe mendoj që nuk ka nevojë të politizohet. Ka qenë rasti kur Kurti ka marrë iniciativë për hapjen e urës, pastaj institucionet evropiane, të Unionit Evropian dhe të KFOR-it ka pas deklarata pro dhe kontër, por mendoj që kjo duhet të jetë arsyeshme, të jetë logjikshme, nuk ka nevojë të japet konotacion politik, sepse kjo urë fundi fundit edhe sot qëndron dhe ka një jeshit që jep edhe Ibrit, Lumit, dhe mendoj që nuk mund të shfrytëzohet në aspektin, sepse ndonjëherë çdo iniciativë që është marrë nga qeveria e Kosovës është parë në frymën asaj që është një veprim i cili mund të dëmtojë raportet qoftë brendshme qoftë me faktorin e jashtëm, por unë besoj që këto gjëra edhe me faktorin ndërkombëtar duhet sqarohen dhe duhet të thonë trotë që kjo nuk ka të bëjë me cenimin e drejtave të komunitetit serb në këtë rast, por është një shenjë e cila bashkon qytetin, bashkon kulturat dhe njerëzit. Sa i përket krizës institucionale që ka mbërthyer vendin që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, cili mendoni ju se po i korr të frytet e ngërçit, Kurti apo opozita? Kam drejtën jem situatë të tillë që nuk kemi as pozitë as opozitë, sepse derisa të përmbyllet formimi i institucioneve të kuvendit, që është me kryetarin e kuvendit, pastaj nën kryetarët, dhe kalojmë në afatin ligjor kushtetues për formimin e qeverisë, 15 ditor, dhe ato nuk ka koketim. Do thotë fillon, po që sot zgjidhet nesër, më duket seanca. Ajo episoda seriali, mund të them, jashtëzakonisht i pakuptueshëm, them drejtën, por më vonë do flas për këtë. Do thotë automatikisht hym në afatin kushtetues për zgjedhjen e qeverisë, dhe nuk ka më koketim me seanca 2, 3, 10, 15. Do thotë sepse kalon afati dhe soset, them sikur që soset mandati. Dhe në këtë drejtim është më rëndësi të thuhet që do shta dhe kjo bëhet me qëllim, por gjeopolitika s'është më botërore, çështja e sigurisë dhe gjitha këto turbulenca që kemi sot në zhvillimin botërore nuk bën të lejojmë që politika ose barësit e institucione politike të jenë aq komod, të futen në cirkun e mund të them nuk është kjo ndaj organizim event i shove të ndryshme. Dhe tëra kjo tregon jo seriozitetin, mund të them, të forcave politike. Nuk e di në shqiptar ta jem kështu pak a shumë
në historinë tonë të tillë që të jem të përqarë dhe të mos arrim të krijojmë një unitet dhe vëdisim për atë që është kapitali, siç është interesat shtetërore, por edhe të gjithë qytetarëve. Se banësi është qytetari, ne mund të flasim gjëra amorfe dhe gjëra ndryshme, por qytetari mund të pësoj pe gjitha këtyre neglizhimeve dhe proceseve që dëmtojnë vetë interesin, mund të them, të atyre të cilët janë të obliguar dhe kanë marrë përgjegjësi për krijimin dhe mirëqenien sa më të mirë të qytetarëve të shtetit. Mendoj që janë nuk ka vizion dhe nuk ka platformë. Shifni, mendoj edhe në Shqipëri deri diku kështu është. Por në Kosovë është një trilaterale, mund të them, e cila vizion dhe koncept nuk ka. Koncepti i njerëzve të cilët sot, mund të them, bëjnë politikë, është, ose rasti sot në parlamentin e Kosovës, i forca politike, është kush do jetë president, kryeministër, ministër, ambasador dhe borde. Ky është vizioni dhe këtu është esenca. Dhe kjo është shifë e qartë për ata që dojnë mi po, bile më thëmë ka qenë aja koha kur në për emisione ku marrë pjesë edhe vetë në për televizionet Kosovës, pyetja ushtru që të bëjmë, nuk ka këtu filozofi shumë, më të thëmë që mund të koketon njeri në forma dhe ndryshme, bile nuk ka as aspekti ligjore, nuk ka të bëj kjo me aspekti ligjore, ka të bëj me vullnet politik. Dhe vullneti politik i forca politike, sidomos të partive politike shqiptare është, mund të thëmë përkeqardhje, sepse ne këta shpesher kanë akuzuar partitë e pakicave, më falni atë numrin e deputetëve të pakicave jo serbe, qoftë edhe serbe, kur për 120 deputetëve sa i ka parlamenti i Kosovës, 100 deputetë janë shqiptarë. Dhe kur nuk mund të arrit unitetin me 100 deputetë shqiptarë, pastaj nuk mund të akuzosh atje du dhe balen apo atë damken apo çapo dion një komunitet, një deputet të komunitetit bosnjak, apo turk, apo rob. Dhe këtu mendoj që nga kjo rrjedh përfundimi është logjike, që është një luftë, mund të them, për atë se ku e kam vendin unë. Dhe kur të kalojmë në këtë sfond, në këtë sfidë, u falni, të kapaciteteve të tyre që është e nevojshme për interesin e shtetit, atëherë mund të them jemi për gjëna. Po, kandidatimin e Albulena Haxhiut si e vlerësoni dhe pse ajo po refuzohet vazhdimisht? Duket se është e qëllimshme. E qëllimshme është kandidimi dhe mos heqja dorë e partisë fituese, vetëvendosës, lëvizjes vetëvendosë, por e qëllimshme është edhe pjesa e opozitës, e 3 partive tjera, sidomos 2 partive që kanë numër më të madh, PDK-s dhe LDK-s, AK-s me 5 deputet, dhe nisma e cila e fatmirëlimës, e cila 3 deputet tenton të krijojë një farë balansi dhe për interesat, mund të them, partijake të tij, ai tenton që koalicionin për këtë moment ka qenë më afër, ka qenë bisedime me Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Mund të them që zonja Haxhiu nuk paraqet ndonjë problematik, mund të them, si emër dhe si strukturë gjinore. Është, mund të them, rrjedh nga një familje që ka dhënë një kontribut në tërë çështjet dhe proceset që ka kalu Kosova. Dhe mendoj që nuk është në pyetje që e dëshiron të, mund të them, të bullizohet apo të kundërshtohet nga pjesa tjetër, por kundërshtimi ndaj saj marr më tepër aspekte të cilat janë barikadime politike të forcave të ish opozitës dhe atyre që dëshirojnë ta bëjnë kandidaturën e saj me 30 herë apo 32-3 herë, që besoj që tëra kjo tregon kryesësi. Nuk ka shumë nuk jap shenja që ose nuk është një mund të them identifikim që mund të quhet që ka të bëj me në kontinuitet. Propozimi i saj ka të bëj me atë që ka të drejtë Kurti apo opozita në këtë rast, ish opozita në këtë rast. Dhe mendoj nuk i bën derë tëra kjo, ndoshta edhe personalitetit të saj, sepse momentalisht është ministre në
është në detyrë. Dhe mendoj që ai e di që ka dëshirë dhe ëndër të pri parlamentit, sepse mirë është Kosova ka përparime të mëdha, sidomos kemi femër një presidente, pastaj të kemi femër edhe një kryetare të parlamentit, do thotë mund të them në region edhe më tepër feminizmi në Kosovë është pranuar dhe ka dhe rezultate, mund të them drejtën. Por nuk është pyetje këtu ajo euforia antifeministe, por lojnat politike për të cilat mendoj që edhe nuk është e sinqertë edhe nga propozuesi i Partisë së VV-s, po edhe nga barikadimi i forcave të opozitës. Mendoni se Serbia do të përfitojë nga ky ngërç institucional, duke shfrytëzuar qoftë për të krijuar incidente? Po Serbia çdo, mund të them, element që Kosova nuk ka rezultate ose mund të them ka dështime për Serbinë është mirëseardhën. Dhe i tërë ky ngërç i tillë që është duke zhvilluar, Serbia mund të përfiton, qoftë nga shfrytëzimi i situatave ose në kanale diplomatike ose në, mund të them, aktivitetet të cilat mund të jenë të luftës hibride, pastaj të inteligjencës, që përçarjen më të e cila sot ekziston është, mund të them, sinonim i tyre. Bile mund të them drejtën, më ndërlidh komplet me tërë këtë proces mund të them i cili nuk është i arsyeshëm, nuk është logjik brenda institucioneve tona. Është ajo fjala ish, mund të them, liderit e tyre shpirtëror babait të serbëve, të kohës së re, Dobrica Ćosićit, i cili thotë që në Kosovë kemi humbur, por e kemi vetëm një adut. Atë kur ka përçamje brenda shqiptarëve dhe arrihet të krijohet bindja që forcat ndërkombëtare që kanë ndihmuar në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës të shndrohen e kundërta, nga bindja e njerëzve që ne mund të jem sovranista dhe nuk kemi nevojë për forca amerikane dhe forcat që na kanë ndihmuar aleate. Ku të arrijmë këtë moment, atëherë do ta kemi edhe rikthimin dhe fitoren e shpejtë në Kosovë. Edhe tëra kjo hyn këtë komponent, çdo përçamje dhe çdo vonesë, sepse ka po them vin disa momente që janë të pakuptueshme. Nuk mund të shkon të përsëritet seancat 48 orë me 3-4 seancat e tilla. Legislaturat e kaluara, them drejtën, kanë qenë jashtëzakonisht efikase dhe është arritur kompromis. Bile sa i përket krijimit të institucioneve të parlamentit, procedurat kanë qenë jashtëzakonisht të shpejta dhe nuk ka pas ndonjë kundërshtim. E kjo krijon problematika tjera, sepse edhe disa ligje që duhet votohen në Kuvendin e Kosovës që kanë të bëjnë sidomos me fondin e rritjes për Kosovën, ndarë nga Unioni Evropian për 6 vendet e Ballkanit, në shifrën 6 miliard, që Kosova i ka përmi 800 milion. Kista parë është dashur të startojmë me 61 milion, nuk mund të arrihen pa u bë votimin e parlamentit. Do thotë ne psojmë edhe në aspektin ekonomik, pastaj në aspektin e investimeve, që investitorët që mund të vinë në Kosovë nuk e ndin veten të sigurt, sepse ata marrin instruksione edhe nga utat e tyre ekonomike, po edhe nga ministritë e jashtme, ku ka një destabilitet dhe nuk ka ende institucione të cilat kanë legitimitet dhe të dalur nga vullneti i popullit, hezitimi dhe devijohet edhe ato investime mund të shkojnë në Maqedoni, mund të shkojnë në Maltezi dhe mund në vende tjera, kështu që mendoj që e tëra kjo hyn në atë çka pyet ju. Serbia dëshiron që ta ketë një gjendje dëshiron që Kosova të jetë në një gjendje të tillë kaotike dhe mund të them në një situatë ku është e pakuptueshme dhe këtë e shfrytëzon pastaj për aktivitete dhe dezinformata të ndryshme. Që Kosova nuk mund të bëjë shtet, nuk kanë traditë shtetit, është krijesë e dikujt tjetër. Gjitha këtë opus të fjalorit anti shtet Kosovë, Serbia mund ta përdorë. Por edhe element tjerë, të cilat mund të krijojnë destabilitete me forma dhe aktivitete të shërbimit të biaserbëve. Qartë, po për rolin e presidentes Vjosa Osmani, ç'mendim keni? Mendoni se ajo ka forcën e duhur për t'i udhëhequr këto parti që t'i orientojë dhe të kënaqen të gjithë në fund? Vjosa Osmani, sipas përgjegjësive të saj kushtetuese, ka kryer misionin e vet, ka thirrë seancën konstitutive dhe deri këtu janë përgjegjësitë e saj ligjore.
por ato morale mund të jenë të thirrët në sens, bile duket ka po tentativë, të ka shpreh dëshirë që të takoj partitë parlamentare të ma herët parasin e bllokimit të tillë dhe ngërçit të tillë. Por mund të them drejtën, është limituar ajo baza ligjore që mund të ndërhyjë që këtë mund ta bëj ose ta bëjnë, mund ta them, një lloj pyetje dhe ankimimi në gjykatën kushtetuese. Meqense edhe deputet kanë drejt të bëjnë kërkojnë sqarim ka gjykata kushtetuese, meqense në vitin 2014 kushtetuesja ka dhënë një komentar për tërë ato procedurat që në çdo rast partisë së parë i takon kryetari i parlamentit, ka qenë ai ngërçi i atëri vlanit, mund të them, me PDK-n, dhe por nuk ka më çdo detaj, çdo normë juridike të fut në raste të tilla se a duhet të kemi, se tash vetë vendosja ose partia që ka dalë fituese ka bërë një ankimim që mund të shkojë edhe deri në 60 ditë për atë se a mund të kemi votim të fshehtë apo të hapur. Dhe në këtë drejtim aspektet ligjore të presidentes kanë qenë deri këtu. Presidentja ka arrit dhe ka bërë një konsult një javën e kaluar me partitë parlamentare për caktimin e zgjedhjeve lokale që janë afati kushtetues, do thotë i tyre është në tetor, dhe që përfundon 4 vjeçari i kryetarëve të komunave dhe asamblezëve, dhe tentohet ndoshta këtu është edhe ai gërçi që mund të kemi zgjedhje të përbashkëta lokale dhe parlamentare. Por ajo çka është më rëndësishme, them, presidenti Osmani në aktivitetin diplomatik ka luajtur një rol, ka pas disa vizita të rëndësishme dhe mund të them që është një zë që në institucionin e presidentit ose përgjithësitë të institucioneve të Kosovës ka kontakte, mund të them, jashtëzakonisht të mira me faktorit ndërkombëtar, vizitat e saj qoftë në Vatikan, qoftë në pjesën perëndim lindje, edhe në Indonezi dhe Borneo, dhe aktivitetet e saj diplomatike, mund të them drejtën, në takimin e forumin diplomacisë që u mbajt në Antali të Turqisë, dhe gjitha këto mendoj që ka një farë boshllëqje ka zavendësuar, por kompetencat e saj janë ato që janë dhe nuk mund të krijoj, mund të them, ka fuqi efektive për të kërkuar që e keni një afat ose shpërndaj parlamentin. Këtë nuk e ka mundësi ta bëj presidenti. Këtu dua të ndalem pak sepse është përfolur në media që zonja Osmani mund të jetë më aktive në politikë duke krijuar një parti të re përpos LDK-s dhe Guxo. Si mendoni ju, si do ndikonte nëse do vinte në një parti të re klimën politike në Kosovë? Mendoni se do kishte një përkrahje shumë të madhe nga populli kosovar zonja Osmani? Kjo është sepse mandati i saj është deri në prill. Po. Jemi saktë datë, por vit 2026, do thotë tani kemi hyrë në atë fazën po konsumohet mandati i saj 5 vjeçar. Nëse ka shenja që arrihet një unitet, sepse njerëz kanë dëshirë të jenë presidenta, bile tërë jetën kanë dëshirë të jenë kryeministë dhe presidente, është edhe në komunizëm dhe në demokraci, nuk dallojmë shumë, me thënë drejtën, në ato epshet apetitet e karrierës. Dhe po që se kjo ka nohatur që nuk ka gjasa që të krijoj atë 80 votë që në brana në parlament dhe konsenzusin që ti vazhdohet plus 5 vite, e atër do të shkoj në solucionin e saj me gjasë të formoj parti politike. Sepse në raportet me Guxo, që mund të them e ka formuar atë parti, nga kolegë të afërt rreth saj, por sot më duket që ka një divergjencë, duket që ka me këtë listën Guxo, dhe dëshiron që me dalin skenën e subjektit të ri, me si udhëheqëse dhe kryetare këtij subjekti X, nesër mund të jetë pastaj balans i disa proceseve politike në Kosovë, sidomos të asaj që ka të bëjë me zgjedhjet eventuale të reja. Tash mendoj që afërsia e saj me LDK-n burimin e ka atu. LDK-ja mund të
mund të pres që të kenë pastaj një bashkëpunim për një listë të përbashkët me partinë e Vjosa Osmanit. Krejtën mund të them spekulime. Nuk ka, po mendojmë që armja politike mund të jetë, po që se nuk merr mandatin edhe për 5 vite për presidente. E atëherë do të kemi një situatë jashtëzakonisht interesante. Duket që ka një reputacion, ka një ndikim, e tash au ndikimi i pushtetit, sepse duket ai Ben Blushi ka pas thonë fjalën me Partinë Libra, duket Shqipëri ka pas qenë ajo fjalia që e mbylla partinë se shqiptarët e dojnë pushtetin, jo opozitën. Nuk mund tash kjo mund të provohet, pastaj pa pushtet mund të provohet. Por besoj me sa shifet pjesa e LDK që ka qenë votuese e VV-s mund të afrohen të Vjosa Osmani. E këtu LDK-ja mund të pret, sepse LDK-ja nuk e besoj që e mirë pret sekretare partije, sepse ata që vinë kryt partisë asesi nuk shojnë pa. Do thotë është e pamundshme të jetë të zavendësoj Abdigjiku në këtë rast. Mirë po koalicionet brenda mund të jenë që ose një listë e përbashkët që mund të sjellin ndonjë benefit në këtë rast LDK-s, por edhe subjektit të zonës Osmani ose tash presidentes Osmani, sepse epiteti i tillë nuk i jek, edhe ka një epitet në jetë që presidenti i jetë ndoshta gjithë jetën. Sidoqoftë, mendoj që spektri politik në Kosovë mund të them një kolerat të ri, por kjo varet, mund të them, nga momenti kohë, por edhe proceset e tjera me të cilat sot nuk jemi në situatë e mirë, them drejtën, përgjithësi çdo evolim i situatave qoftë të lindjet të afërt, qoftë në luftën në Ukrainë, kanë impakt edhe në Ballkan. Unë për atë po them, është jashtëzakonisht, shef, institucionet e Kosovës mund krijohen për 5 minuta. Por nuk ekziston vullneti, se apetitet janë mëdha dhe apetitet e njerëzve, të cilët mund të them kalojnë paranojë. Dhe paranojat nuk mund të afrojnë kompromis. Paranoja frigohet edhe fëmijëve, edhe gruas, edhe familjes. Paranojat e tilla janë edhe si aspekt social. Edhe politikë janë më të rrezikshëm, ose të pushteti. Dhe në këtë drejtim, mendoj që kemi nevojë të kemi ne kemi krijuar klasa politike aksidentale të rastit. Dhe ata që kanë kërkuar këto të mirat e benefitet e pushtetit, tash është problem t'i largojsh. Nuk ka rëndësi a ka nivel as ka nivel. Ata tash janë në atë pozicion që janë gjendje shantazhime, probleme të bëjnë, mos të çojnë dorë nga ato benefite. Po protestat në Serbi që zhvillohen kundër Aleksandar Vučić, si konsideroni ju, duke marrë parasysh që presidenti serb është shprehur se këto grupe të buesish janë nxitur më shumë nga politikanët kosovar? Tash është manipulim për Kosovën brendshëm, sepse çdo gjë që përmendet me Kosovën dhe shqiptarët në Serbi pastaj merr një frym tjetër dhe e tëra kjo mendon Vučići, mendon që gjitha këto i bin kont, e rimbursojnë, ta quaj kështu në fjalorin bankarëve, sistemit bankar, që atë japin forcë për ta mbajtur pushtetin. Gjitha këto, shefrin, Serbia e ka një situatë fragilitetit mes shtresave të ndryshme, sidomos partive politike dhe lëvizjes studentore në këtë rast. Lëvizja studentore në Serbi i ka të quajtur ato plenumet që mbahen në mbrëmje dhe e bëjnë një, mund të them, refresh të gjitha asaj aktivitetet e tyre të përditshme. E kanë pas një sukses protestat, por protestuesit dhe gjenerata e tillë e cila proteston në Serbi e ka një problem që nuk ka lider i cili është identifikuar, por edhe me përvojë, sepse nga studentët si gjenerata të reja nuk më pritet që mund del ndonjë lider i cili mund t'i merr përballë proceset e ndryshme, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme. Por sidoqoftë është shaj e mirë, sepse fillet e zhvillimit të një shoqërie ose të një sistemi janë lëvizje studentore. Por ata kanë edhe një që është jashtëzakonisht pozitive, që nuk dëshirojnë opozitën ta fusin në organizim të tillë, sepse ata mendojnë dhe kanë drejt që edhe pushteti edhe opozita nuk dallojnë shumë për nga korrupsioni, format të ndryshme. Dhe
Këtë drejtim tash kem një situatë jashtë, sepse në Serbi në opozitë Dragan Xhillasi ish partia e Zoran Xhinxhiçit, e cila ka pasur edhe Kurbashjakun në Beograd. Dhe më të them disa kemi korpusin e partive të cilat janë nacionaliste, nuk ka shumë disponim, më të them nga ikonografia e protestave shihet që ndaj Kosovës është një situatë e njëjtë, më të them drejtën. Ata kanë një bindje të njëjtë. Do të mos mund të jenë edhe më ekstrem. Dhe kjo tregon atëra që pastaj disponimi anti-evropian, të them drejtën, Serbi nuk është sidomos, më të them, disponimi për në NATO, që Serbia ka deklaruar në platformën e saj të të militarizimit, do thotë si vend neutral. Dhe por aspektet rreth integrimeve evropiane janë ato të cilat Serbia në një farë mënyrë dëshiron të banat karrikën e treshës Rusi, Kin, Union Evropian, plus 4 përtej Atlantikut Amerikan. Dhe kjo tëra e bën jashtëzakonisht komplekse situatën e Serbi. Por edhe pushteti që tani mund të them i konsumuar, shef njerëz kur rrin 12 vite, 14 vite në pushtet, është mund të them një kohë që nuk sjell diçka më mirë, nuk ka produkt më të mirë. Por kjo situatë në Serbi do thotë edhe partive proruse, sepse shefni, Vučićin janë 3 faktorë Serbi që rrezikojnë. Është ushtria, shërbimi i inteligent, qoftë i ushtrisë edhe ai civil, i BIAS, dhe Kisha Ortodokse Serbe. Por kupolli gjithë kësaj është Kosi, Kisha Ortodokse Serbe. Dhe në këtë drejtim mendoj që ai gjinet para një situate ku mendoj që ka mundësi të operoj nga loja e tij me perëndimin dhe interesat me trup, po me kokë dikun tjetër. Në aspektin, do thot, fizik, tentojnë që proceset të përfitojnë, dhe kanë përfituar nga, sepse Serbia është antare kandidate për Unionin Evropian, dhe mendon që integrimi i saj mund të sjellë benefite, bile edhe tash ka benefite, sidomos në raportet që kanë të bëjnë me tregtinë e mallrave serbe, apo edhe ato që ka përfituar Serbia nga këto procese. Por e ka kapitullin 35 kaptina, 35 që marrëveshjen obligative dhe ligjore me Kosovën, dhe të antarësimi është problem. Ose do hyjnë bashk, do hyjnë gjitha një numër i vendeve të Ballkanit. Këtë rast unë besoj që Shqipëria me malin e zi, ato fjalës e Antonio Kostës dhe shumë përfaqësuesve evropian, 29, 30 Shqipëria dhe Maqedonia, por meqense nuk them që francezët nuk e mbajnë fjalën, meqense presidenti kroat ka tërhequr vërejtjen, që është një bllaf politik i cili jepet për konsum sepse nuk mund të ketë pranim në këto vite. Por sidoqoftë, do thotë, tema te Serbia, mendoj që protestat e tilla kanë fituar dhe kanë marrë një kaje që kërkesat e tash kryesore e protestuesve në Serbi është zgjedhjet e parakohshme parlamentare. E si do dalin pastaj rezultatet? Besoj që këtu do të luhet loja, po që se bëhen zgjedhjet në një afat të shkurtër, këtë vit, atëherë këtu loja e madhe do të luhet, nuk ka mundësi më të ketë keqpërdorim dhe vjedhjet e votës. Zoti Bilali, unë ju falenderoj arzakonisht shumë për këtë intervistë. Ishte kënaqësi dhe ju falenderoj dhe juve.